kërkova prej Zotit tim 3 gjëra. Ky ummet nuk vdes për bukë, ky ummet nuk vdes nga varfëria, ky ummet nuk shkatërrohet me një dënim të tillë te Allahu Azza wa Jall, nuk ja pranoi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد Falënderimi takon Allahut subhanahu wa ta'ala, atë falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatet dhe selamet tona ja dërgojmë dashurit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes tij, shokëve të tij dhe gjithë atyre që pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të nderuar, jemi së bashku duke kaluar, duke përjetuar, duke përkujtuar fjalët më të mira, fjalët më të bukura, fjalët më të sakta, fjalët e njeriut I cili nuk flet nga hamendja, fjalët e atij I cili flet nga shpallja që I vjen prej Allahut Azza wa Jall, fjalët e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, për të cilat ne kemi nevojë, të cilat janë udhëzim për neve, të cilat janë rruga e udhëzimit, rruga e shpëtimit, rruga e shpërblimit. Në një prej haditheve të cilin e nxjerr Imam Muslimi rahimahullah nga Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hini në një xhami, I fali 2 rekat dhe e bani një dua, mirë po u lut shumë. Pasi doli pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju tha sahabeve: Sa'altu Rabbi 3, e luta Allahun Azza wa Jall, kërkova prej Zotit tim 3 gjëra, ia lipa, ia kërkova Allahut Azza wa Jall 3 gjëra, ndërsa Allahu Azza wa Jall mi dha 2 prej tyre dhe nuk ma dha, nuk ma pranoi një prej tyre. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u lut. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kërkoi prej Allahut Azza wa Jall 3 gjëra. 2 ia pranoi Allahu Azza wa Jall. Këto 2 janë të pranuara, të plotësuara. Mirë, po të tretën e tyre jo. Allahu Azza wa Jall nuk e pranoi. Cilat janë ato? Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: e luta Allahun Azza wa Jall që Allahu mos ta shkatëron këtë ummet me uri, me fukarallëk, mos të vdes ky ummet, mos të qëndron në një gjendje që nuk do të ketë çfarë me ngran, nuk do të ketë çfarë me pi, do t'i kaplon thatësi e madhe, do t'i kaplon varfëri e madhe. Nga kjo gjendje e vështirë, gradualisht të gjithë do të vdesin. Dhe Allahu Azza wa Jall e pranoi këtë dua. Ky ummet nuk vdes për bukë.
Ky ummet nuk vdes nga varfria. Këti ummeti Allahu do t'i jep bereqet, do t'i jep pasuri, do t'i jep bollëk, do t'i jep të mira. Dhe ne një gjë të tillë e shohim në jetën tonë të përditshme. Sa na ka dhënë Allahu Azza wa Jall bereqet, pasuri, të mira, megjithse mund të ndodh dikund që dikush të vdes nga uria. Mirë, po në përgjithësi si ummet jemi të garantuar. Çështja e dytë, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e luta Allahun Azza wa Jall që ky ummet mos të shkatërohet nga fundosja, nga vërshimi, siç përfunduan popujt më herët, siç përfundoi populli i Nuhit alayhis salam dhe popujt të tjerë të cilët janë shkatëruar me dënime të ndryshme, me fatkeqësi natyrore që i godasin popujt e ndryshëm. Mos të shkatërohet me vërshim, mos të shkatërohet me tërmet, mos të shkatërohet me ndonjë erë të fuqishme, mos të shkatërohet me dënime të tilla. Allahu Azza wa Jall e pranoi një dua të tillë. Ky ummet nuk shkatërohet. As si populli i Nuhit alayhis salam, as si populli i Hudit alayhis salam, as si populli i Salihut alayhis salam, e kështu me radhë. Ky ummet është i garantuar. Mund të ketë në ndonjë vend vërshim e në ndonjë vend tërmet. Mirë, po si ummet në përgjithësi, ky ummet nuk shkatërohet me një dënim të tillë. Në një transmetim tjetër, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe mos të shkatërohet nga ndonjë armik i jashtëm, i cili do t'i lufton ata dhe do t'i shkatëron ata. Dhe sa është luftuar ky ummet nga gjitha anët, mirë, po ky ummet nuk përfundon. Ky ummet nuk vdes. Ky ummet nuk shkatërohet në përgjithësi. Ky ummet do të vazhdon. Mirë, po lutja e tretë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kërkesa e tretë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam tha: "Wa sa'altuhu alla yaj'ala ba'sahum bainahum famana'aniha." Kërkova nga Allahu Azza wa Jall edhe të tretën që këta njerëz, këta besimtar, ky ummet mos të coptohet mes vete, mos të përqahet në mes vete, mos të shkatërohet në mes vete. Këta njerëz, ky ummet, mos të hajnë njëri tjetrin, mos të vrasin njëri tjetrin, mos të mbysin njëri tjetrin, të qëndrojnë të gjithë të bashkuar. Këtë Allahu Azza wa Jall nuk ja pranoi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Këtë Allahu Azza wa Jall e la përgjegjësi mbi supet tona, që secili prej nesh të mundohet ta ruaj bashkimin, ta ruaj vëllazërinë, ta ruaj njëri tjetrin, të qëndron bashkë dhe mos të përqahet. Këtë ruajeni vetë. Nga se ne nuk kemi mundësi që ta ndalim vërshimin, apo ta ndalim tërmetin, apo ta ndalim ndonjë dënim i cili mund të vije. Këtë ne ka garantuar Allahu. Mirë, po ne mund të ndalim nga vetvetja xhelozin, inatin, urrejtjen, mlefin e kështu me radhë, gjëra të cilat na coptojnë neve. Megjithse jemi të urdhëruar, Allahu Azza wa Jall nuk e pranoi këtë dua që ne të qëndrojmë të gjithë së bashku. Mirë, po na urdhëroi me një gjë të tillë. Tha Allahu Azza wa Jall: "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Kapuni të gjithë për litarin e Allahut dhe mos u përçani. Jemi të urdhëruar të gjithë të kapemi për litarin e Allahut. Cili është litari i Allahut? Disa kanë thënë Islami, disa kanë thënë Kur'ani, disa kanë thënë Kur'ani dhe Suneti, disa kanë thënë xhamati, të gjithë së bashku. Wala tafarraqu. Mos u përçani, mos u coptoni. Në ajetin tjetër tha Allahu Azza wa Jall: "Innamal mu'minuna ikhwa
vërtet besimtarët, vërtet muslimanët janë vëllezër, vëlla i vëllaut. Ne se cili prej nesh, a i cili dëshmon në La ilaha illallah Muhammedur Rasulullah, është vëlla, është brenda një ombrele të vëllazëris, e cila quhet Islam. E në momentin që ne nuk jemi vëllezër, atëherë shtrohet pyetja për çfarë arsye. Besimtarët janë vëllezër, ata që kanë iman janë vëllezër. Nëse nuk jemi vëllezër, atëherë është njëna prej dyjave. Ose imani është i dobët, ose vëllazëria nuk është e vërtet, nuk është reale, nuk është për hir të Allahut Azza wa Jall, është për interese të dunjas. Ndërsa përçarja vjen ashtu siç tha Abdullah ibn Abbasi radhiyallahu anhuma, për dy arsye: ose ikhtilaf, ose mos pajtime, bindje të ndryshme në mesin e njerëzve, ose pasimi i epsheve. Për këto dy arsye njerëzit përçahen në mesvete. Ikhtilaf, mos pajtime. Dikush mendon kështu, e dikush mendon ashtu. Dikush e ka një bindje, e dikush e ka një bindje tjetër, dhe fillojnë njerëzit në bazë të bindjeve të ndahen në grupe, në grupacione, në sekte, në mendime të ndryshme, derisa arrin në atë që e tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Tha, jehudët do të ndahen në 71 grupe. Krishterët do të ndahen në 72 grupe. Muslimanët do të ndahen në 73 grupe. Subhanallah. E në një transmetim tjetër tha, të gjithë kulluha finnar illa wahide, të gjitha këto grupe janë në xhehenem, përveç një prej tyre. Cili është ai grup, ja Rasulallah? Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ma ana alaihi wa ashabi, ata që qëndrojnë në atë që jam unë dhe sahabet, ata që ndjekin rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe të sahabeve, të Abu Bekrit, Omerit, Othmanit, Aliut, Saadit, Talhas, e kështu me radhë. Ata të cilët qëndrojnë në rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe të sahabeve. Në një transmetim tha, ajo është xhamati, aty ku muslimanët qëndrojnë bashkë, të bashkuar për litarin Allahut, për Kur'anin dhe për sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Në një hadith tjetër, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i porositi sahabet. Sahabet u mërzitën, u rënqethën zemrat e tyre, lotuan sytë e tyre, than, ja Rasulallah, si kur kjo porosi të jetë lam të mirëse, si kur kjo të jetë përshëndetse, si kur kjo të jetë e fundit që u apërcjell pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, ju porosis me takuallok, devotshmërinë Allahun, u dha disa porosi dhe pastaj tha, do të paraqitet në ummetin tim ihtilafi, do të përçahen besimtarët, do të përçahen muslimanët. Cila është zgjidhja? Aleikum bi sunneti, kapuni për sunnetin tim, wa sunnetil khulafa'ir rashidin el mahdiyyin min ba'di, kapuni për sunnetin e hulefave të drejt, Abu Bekrit, Omerit, Othmanit, Aliut. Addu alejha bin nawajidh, kapuni për te me dhëmbal, kapuni fuqishëm në kohën që do të përhapen dyshime, do të përhapen trillime, do të përhapen grupacione dhe sekte, në kohën që njeriu hutohet. Cila është zgjidhja? Kur'ani dhe sunneti në rrugën e sahabeve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kjo është një prej arsyeve që njerëzit përçahen. Arsyeja tjetër është epshi i njeriut, nga i cili buron mendje madhësia,
nga i cili buron xhelozia, zilia, urrëtia, inati ndaj njëri tjetrit dhe një gjë e tillë ndikon në shumë raste që besimtarët të jenë të përqarë. Bile, në disa raste, përqahen njerëzit për shkak të epsheve, mbulohen pastaj me petkun e fesë që të arsyetojnë inatin, xhelozin, mendjemadhësinë e tyre dhe paraqesin që përqarja nuk është për çështje dunjaje, është për çështje feje, ama në realitet në zemrat e tyre gufon epshi i interesit të çështjeve të dunjas. Mendjemadhësia e cila shkakton përqarje në mesin e besimtarve, kur dikush prej njerëzve e sheh vetveten unë. Xhelozia shkakton përqarje në mesin e besimtarve, kur dikush nuk është në gjendje ta përballon mirësinë e tjetrit, dhe nga inati, nga xhelozia, nga zilia fillon edhe shpif, fillon edhe gënjen, fillon edhe trillon, fillon edhe krijon gjëra, konflikte. Për çfarë arsye? Për shkak të xhelozisë, se nuk mund ta përballon të mirën e dikujt tjetër. Dhe çka ndodh pas kësaj? Pas kësaj ndodh përqarja. Pas kësaj ndodh përplasja në mesin e besimtarve. Andaj për të arritur në bashkim, ne duhet të kemi parasysh disa gjëra. Gjëja e parë, të mundohemi ta ulim kokën tonë. Të mundohemi ta ulim vetveten. Ule kryt pak si besimtar, pa marr parasysh kush je, për hir të Allahut Azza wa Jall, bahu modest. Po kush është ai me më thonë mua? E kush është ai me më ba mua? Kush është ai? A di kush është ai? Ai është një vëlla i yti musliman, që ndoshta ka gabuar, apo ndoshta edhe nuk ka gabuar fare. Ulja e kokës, për ulja, modestia në shumë raste i zgjedh problemet. E mendjemadhësia nuk të lejon, mendjemadhësia nuk toleron që ne të afrohemi, nga se une nuk mundem të zbres tash dhe t'ja fali filanit. Une nuk mundem të uli veten tash dhe edhe njëherë t'i flase, t'i buzqeshi, të ulem në tavolin me te, po une nuk mundem me e ba një gjë të tillë. Duhet të ulim kokën, të bëhemi modest, të falim për hir të Allahut Azza wa Jall. Gjëja e dytë, e cila shumë e rëndësishme për të mos arritur në përplasje, për të mos arritur në kundërshtime në mesvete, e cila është artë në vete, besimtari në jetën e tij, në rrethin, në mesin e njerëzve të tij, të mundohet të injoron sa më shumë. Injorimi është artë në vete. Ai i cili di të injoron, ai di të arrijë shumë në jetën e tij. Injoro. Bahu në shumë raste që nuk dëgjove. Ti e ke dëgju, bahu që nuk e dëgjove dhe kalo, dhe nuk ndodhi asnjë problem, dhe nuk ndodhi asnjë përplasje, për çfarë arsye? Se ti, elhamdulillah, nuk dëgjove. Ti ke dëgju shumë mirë, ama bahu. Dhe jo vetëm në vllazëri, në shoqëri mes vete, një gjë e tillë duhet të jetë në shumë raste, edhe në familje. Bahu që nuk e dëgjove bashkëshorten, bahu ndonjëherë që edhe fëmijët nuk i dëgjove, bahu ndonjëherë edhe në rrugë që nuk e vërejtje. Ti nuk dëgjon shumë, ti nuk shikon, nuk sheh shumë, ti nuk vërin shumë, e atëherë ti do të jesh i qetë shumë do të jesh i qetë në zemër, nga se nuk merresh me secilin. Duke ecur tha filani, duke ecur e pash filanin, e vrejta, une e kam aftësi, une i vrej shumë. Jo, duhet ta kesh një aftësi tjetër. Çfarë? Mos të vrej shumë, nga se nëse vrejnë shumë, ndoshta do të lëndohesh shumë, ndoshta do të fjalose shumë, ndoshta do të përqahesh shumë. Mos me vrejt. Ra ndonjëherë që
që të imponohet. Për ndryshe, mos dëgjo shumë, mos shiko shumë, mos vrej shumë, kalo, injoro në mënyrë që të ecësh së bashku me të tjerët. Kur Uthman bin Zaid e tha, qetësia, rahatia, lumturia është e ndarë në 10 pjesë. 9 prej tyre vinë nga injorimi. A don të jesh i qetë, i lumtur, po, duhet ta kesh këtë artë në jetën tënde. 9 pjesë prej lumturisë vinë nga injorimi. E pastaj Imam Ahmedi tha, nëse lumturia dhe qetësia është 10 pjesë, të gjitha janë nga injorimi. Injoroj gjërat. Mos u merr shumë me secilin, me çdo fjalë, me çdo gjë, mos ju kushto vëmendje të gjithave, nga se nuk ki mundësi me ju dal deri në fund, me ju dal me kry, me u marr me çdo gjë. Kalo dhe injoro, përveç aty ku e meriton të ndalesh dhe të sqarohesh. Për ndryshe një gjë e tillë duhet të jetë cilësi e besimtarit që në shumë raste mos të kushton vëmendje, sidomos gjërave të vogla. Dhe çështja tjetër e cila na e mundson, na e lehtëson që ne të jemi bashkë në mesin ton, në mesin e besimtarve, në mesin e safave tona, në mesin e shoqërisë tonë, është falja për hir të Allahut Azza wa Jall. Sa do që të jetë i madh dami, sa do që të jetë i madh faji. Megjithse ky është një prej ibadeteve më të mëdha në jetën e besimtarit dhe nuk është i lehtë. Mirë, po duke e pas parasysh se të gjithë jemi njerëz dhe të gjithë gabojmë. Dhe nuk ka dikush i cili është prezent me neve, po edhe gjithë ata që nuk janë prezent me neve, që në jetën e tyre nuk kanë gabuar ndaj dikujt. Edhe unë kam gabu ndaj teje, edhe ti ke gabu ndaj meje. Edhe se cili prej nesh ka bëndu një gabim ndaj dikujt prej njerëzve. Për çfarë arsye? Po kjo është dobësia jonë. Kjo është ana jonë njerëzore. Ne nuk kemi melek. Melajket nuk gabojnë. Ne nuk kemi pejgamber. Pejgamberet Allahut kanë qenë të mbrojtur. Ne jemi njerëz të thjeshtë. Se cili prej neve, ndoshta ndonjëherë ke thënë ndonjë fjalë që nuk është dashur me thënë. Ndoshta ndonjëherë ke reaguar në një mënyrë që nuk është dashur të reagosh. Ndoshta ndonjëherë e kështu me radhë. Mirë, po të gjithë kemi gabimet tona. Ndoshta ndonjëherë nuk jemi vetvetja dhe dalim nga ajo që në realitet jemi. Në ndonjë rast jemi ata që nuk jemi. Dhe kështu njeriu është në 4 gjendje. Çdo njeri është në 4 gjendje. 3 prej tyre i kam prej një shehut dhe 1 të 4-tën e kam shtuar vetë për ta plotësuar gjendjen e njeriut. Njeriu është në 4 gjendje. Gjendja e parë është gjendja e njeriut të cilën ai e di për veten e tij. Ai e di, tjerët nuk e din. Ti e di në vetvete kush je. Ti i di edhe të mirat tua, ama i di edhe të këqijat tua. Ti i di edhe ato gjunahet tua. Ti i di edhe ato sekretet tua, edhe ato planet tua. Ti e di vetveten, tjerët nuk e din. Kjo është gjendja e parë. Gjendja e dytë është gjendja e njeriut të cilën e din të gjithë. Edhe ti e di vetveten kush je, po edhe krejt të njohin qashtu, të din kush je ti. Kjo është gjendja e dytë. Gjendja e tretë, gjendja e njeriut të cilën e din të tjerët, ama ai vet nuk e di. Krejt e din filanin që e ka këtë dobësi, apo e ka ndoshta këtë cilësi, apo ndoshta e ka këtë mirësi, ai e ka. Tjerët e din, ai nuk e vren. E keni pa në disa raste dikush flet shumë, nuk ndalet, vetëm ai flet dhe në fund i duket që kanë fol krejt normal, kanë bo bisedë. Po jobe na krejt janë atu e pa, na po të shohim që veç ti e tu fol, ama ai nuk e vren.
Dhe ne në gjuhën e popullit ton themi nuk diktohet. Nuk diktohet filani. E ban një gjë edhe në fund të diktohesh është punë e madhe. Ta njohësh vetveten është punë e madhe. Ndonjëherë nuk e vrin. Krejt e shohin, vetëm ai nuk e sheh. Krejt e din, vetëm ai nuk e di. Kjo është gjendja e tretë. Gjendja e katërt e njeriut është ajo gjendje e cila është e rrallë, nuk është e ti, nuk i takon atij, ai nuk është i tillë, ama ndonjëherë shkaku i rrethanave del nga vetvetja. Ai nuk e ban, ai nuk e thot, ai nuk është i tillë, ama rrethanat e tilla e kanë bërë që ai të del nga ajo që është 10 vite, 20 vite, 30 vite, ai kur s'ka qenë i tillë, ndodhi një rast, ai doli. Ky nuk është ai, ama ndonjëherë bëhet. Dhe ne të gjithë kemi mundësi në jetën tonë të përditshme të kemi vërejtje të tilla, të kemi gabime të tilla. Çka na takon pas gabimit? Apo çka na takon kur dikush gabon ndaj neve, atëherë do të gjejmë shëmbëltyrat më të mira, modelet më të mira të pejgamberëve të Allahut Azza wa Jall, e cili prej juve nuk e ka parasysh rastin e Jusufit alayhis salam. Dhe baje pastaj një krahasim me jetën tënde. Dhe shifi ato gabime që i kanë bërë njerëzit ndaj teje dhe që ti nuk je në gjendje mi fal. Subhanallah. Çka na kanë bërë neve të tjerët? Ndoshta na kanë akuzuar, ndoshta kanë shpif, ndoshta kanë gënjyer kundër neve, ndoshta na kanë bërë gibet, ndoshta kanë thënë ndonjë fjalë, ndoshta na kanë bërë ndonjë dëm të vogël e kështu me radhë. Krahasoje me rastin e Jusufit alayhis salam, të cilin jo të huaj, vëllezërit e tij, vëllezërit e familjes e shtëpisë e gjakut, e morën nga xhelozia e madhe, e hudhën në bunar. E larguan nga familja, e larguan nga baba, u shit si rob, përfundoi akuzuar në pallatin e mbretit, e futën në burg me vite të tëra, e gjithë kjo ndodhi për çfarë? Për xhelozinë e vëllezërve. Mirë po, pas asaj kohe erdhi takimi. Dhe kuptuan gabimin, dhe kuptuan fajin. Atëherë thanë, tallahi laqad atharaka Allahu alejna, wa in kunna la khatiin. O Jusuf, Allahu të ngriti mbi neve, ne kemi qenë gabimtar, ne kemi qenë fajtor, e pranuan fajin. Megjithse gjysma e problemit zgjidhet kur njeriu e pranon fajin. Dhe shumë ma lehtë është pastaj të falet. Falja më e vështirë është kur dikush gabon dhe nuk e pranon. Apo gabon ndaj teje dhe hala mundohet që ti të talen fajin, ti ishe fajtori, subhanallah, duke qenë gabim vetë mundohet ti të fajson përsëri dhe nuk kërkon falje. Sa e vështirë është ti a falësh atij i cili nuk kërkon falje asnjëherë. Subhanallah, vëllezërit e Jusufit alayhis salam kërkuan falje. Jusufi alayhis salam tha, la tathriba alaykumul yawm, yaghfirullahu lakum. Nuk ka fajsim për juve sot, nuk ka qortim për juve sot, Allahu a falt gabimin. Subhanallah, me gjithse në shumë raste kur flitet për faljen e Jusufit alayhis salam harrohet apo anashkalohet të flitet për faljen e Jakubit alayhis salam, i cili ishte baba, që ndoshta duhet ta krahasojmë shumë, dhimbja e të cilit ka qenë më e madhe. Jakubi alayhis salam, të cilit i amorën djalin që e dashti mas shumti, i amorën me mashtrim, me hile, i ahudhën në bunar, nuk e pa me vite të tëra. Qajti Jakubi alayhis salam aq shumë derisa ju verbuan syt.
Subhanallah, çfarë zullumi, çfarë gabimi, çfarë faji, pas gjithë kësaj periudhe që Jakubi a.s. është kulluar duke qajt me vite të tëra, vjen momenti nga kush? Djemtë e ti. Djemtë e ti ti thonë tash, ja abana staghfir lana dhunubana, inna kunna khatiin. O baba jon, na fal neve. Lutë Allahun që të na fal, ne kemi qenë gabimtar. Subhanallah, gabimtar, çfarë gabimi? Dhe ktheje në jetën tënde sot me ta marrë vladin tënd. Allahu mos na sprovoft, na jemi të dobët, na jemi të mangët, zemrat tona janë të ngushta, na nuk jemi në gjendje me falat shumë, po pse përmendim një gjë të tillë, që ta shohim ata sa kanë falë dhe ne të falim për gjëra të vogla të thjeshta. I amorën djalin. Subhanallah, para mendoje ti me ta marrë djalin tënd. Kush? Djemtë e tjerë, apo vëllezërit e tu, apo familjarët e tu, dhe me humb. Dhe ti del e kërkon, djali nuk është. Djali është i humbur. Ndoshta përhapet lajmi që djali yt ka vdek. Dhe ti dorzohesh, dhe ti qanë, dhe ti mërzitesh, kalojnë 10 vite, 15 vite, ti hala e kujton Jusufin tënd. Subhanallah. Dhe pas krejt kësaj kohe, vjen djali. Kush e bani një gjë të tillë? Këta. Filani dhe ata tash para teje, na ban halal. Subhanallah. Na jemi të atil që ma mirë mos ndel për para. Jo halal, ma mirë ik dikun se di çka mundet me ndodh. A jemi të atil? Të atil jemi, sinqerisht, të atil jemi. Ne nuk kemi zemra të atila. Nuk kemi zemra aq të mdhaja. Sa që Jakubi a.s. pasi i thanë, na fal gabimi, ne kemi qenë gabimtar. Nuk tha me njerë që ua kam fal. Dhimbje madhe, sprove madhe, tha, saufa astaghfiru lakum rabbi, saufa. Do të kërkoj faljet Allahu për ju. Jo në moment, jo, do të kërkoj faljet Allahu. Disa nga dietarët kanë thonë, por çfarë arsye do të? Dhe jo me njëherë, disa kanë thonë për arsye se dhimbja e madhe nuk ishte në gjendje Jakubi a.s. me njerë në moment t'i thot, ua kam fal. Nuk ishte në gjendje në atë moment me njëherë. E disa kanë thonë, jo, ai pejgamberi Allahut azza wa jall, ajo zemër e madhe, ai shpirti gjërë, ka thonë do të kërkoj faljet Allahu ma vonë. Për çfarë arsye ma vonë? Nga se gabimi është i madh. Unë ma vonë në pjesën e 3 të natës, në atë kohë që Allahu e pranon, në atë kohë do lutem të Allahu për ju, me shpresë që Allahu do t'ua falë. Subhanallah, ky është modeli, ky është shembulli. E nëse kthehemi te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, do të shohim mrekulli, do të shohim çudi të gjithë atyre padrejtësive që janë bërë në jetën e tij, derisa arriti pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në Taif. I thiri banorët e Taifit. Për çfarë? Për në xhenetin e Allahut. Para mendoje ti, shkon në një lagje, shkon në një vend dhe i thirr njerëzit. Për çfarë? Ejani se në filan vendin shpërndahen shpërblime, shpërndahet ari, shpërndahet argjend, shpërndahen të holla, janë duke dhënë, ejani që edhe ju të merrni. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk i thiri për pasuritë të dunjas, i thiri për në xhennet. Mirë po thuhet në histori, populli i Taifit i tuboj fëmit, i tuboj të çmendurit, i tuboj mendjelehtët, morën gur, kur arriti pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, të gjithë e hudhën me gur atë. U mërzit shumë.
Aisha radiallahu anha i tha: Ja Rasul Allah, a ke pas ndonjë ditë më të vështirë se dita e Uhudit në Uhud, që gati vdiq pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Tha: po, dita që kam qenë në Taif. U mërzit shumë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, u largua prej Taifit, u ul pra një pemë që të pushon, i mërzitur, i pikluar. U paraqit Gjibrili a.s. dhe meleku i kodrave, melekul gjibal, ja Muhammed, ja Rasul Allah, urdhëro vetëm një fjalë, këto dy kodra i baj bashk, dhe gjithë ky popull përfundon për një herë. Subhanallah, ama zemrat e mdhaja, shpirtat e gjërë, ata të cilët nuk hakmeren me një herë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: La, bel arju Allah an yukhrija minhum man yuwahhidu Allah. Jo, kërkoj nga Allahu, e lut Allahun që nga ky popull të dalin njerëz të cilët do të thonë La ilaha illa Allah. Dhe nga i popull dolen musliman dhe musliman. Dhe sot Taifi është prej vendeve të dalluara ku lulzon Islami, elhamdulillah. Në Mekke pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u kthye pas gjitha atyre torturave, pas gjitha atyre sprovave, pas akuzave, shpifjeve, vrasjeve të shokëve, dëbimit nga Mekkeja e bekuar, u kthy pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me 10.000 ushtar. Çka mendoni që tash do të bëj me ju? Than: ti je fisnik, i biri i fisnikut. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: idhhabu fa antumut tulaqa. Vazhdoni, ecni, se të gjithëve ua kam fal. Subhanallah. Dhe kështu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e përgëzoi një sahabi me xhennet, hadithin e të cilit e keni dëgjuar shumë herë, njeriu i cili hinte në xhami dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thonte 3 ditë me radhë do të hyjë në xhami një prej banorëve të xhennetit. Megjithse shumë dietar kanë thënë që ky hadith është i dobët, disa nga dietarët kanë thënë që hadithi është i vërtet. Abdullah ibn Omeri e përcolli gjendjen e tij dhe në fund e kuptoi me çka e ka arritur një gjë të tillë, me zemër të gjerë, me falje të madhe. Andaj secili njeri, andaj secili prej nesh, në raste të gabimit të dikujt ndaj neve, ne i kemi 3 mundësi. Dhe kjo është çështja e fundit. Ne i kemi 3 mundësi. Çdo gabim që na bëhet, çdo padrejtësi, çdo dëm që na bëhet, ne jemi para 3 mundësive. Mundësia e parë, kemi të drejtë t'ia kthejmë me të njëjtën. Kemi të drejtë fetarisht me Islam, ki të drejtë me ia kthy me të njëjtën. Të ka randu, ki drejtë me randu. Të ka thonë, ki drejt me i thanë. Të ka qëllu, ki drejt me i qëllu. Një shuplak. 2. Ashtu siç ta ka bo damin, ashtu ki drejt me ja kthy me të njëjtën. Wa jaza'u sayyi'atun mithluha. Shpërblimi apo dam shpërblimi një të keqes është një e keqe e njëjtë si ajo. Ashtu si ta kanë bo, ashtu njëjtë mundesh mua bo. Kjo është mundësia e parë. Mundësia e dytë është që njeriu një gjë të tillë mos ta kthen, mirë po ta lën në Allahun Azza wa Jall. Nuk ta fali, nuk ta kthej në dunja, nuk ta kthej. As nuk lutem kundër teje, o Allah, ktheja filanit. Jo, unë nuk e kthej. Mirë po ta lën Allahun Azza wa Jall, do ta lypi hakun në ahiret. Në dunja unë nuk hakmerem. Në ahiret do ta kërkoj prej teje. Hakun, damin që ma ke bo, do të kërkoj nga Allahu Azza wa Jall që të më kthehet. Kjo është e dyta, dhe e treta dhe e fundit, dhe më e larta, e cila i takon besimtarit dhe duhet të mundohet besimtarit të arrijë një gjë të tillë, falja për hir të Allahut Azza wa Jall. As nuk ta kthej në dunja me të njëjtën, jo. As nuk e kërkoj para Allahut në ahiret
hakun tim, ta fali komplet, por hir të Allahut Azza wa Jall. Allahu vazhdoi në këtë ajet edhe tha: "Faman afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah." Subhanallah. Ai i cili fal, ai i cili përmirëson, ani se ka ndodhur gabimet, shpërblimin ku e gjen, fa ajruhu ala Allah. Shpërblimi i tij do të jetë Allahu. Ka thënë dietarët, kur Allahu nuk e përmend shpërblimin, nuk mund të paramendohet sa shpërblimi. Nuk thot Allahu me 7 apo 70 apo 700 apo një shpërblim i caktuar. Jo, sa shpërblimi. Ti mos e ki gajle. Ti fale për Allahun, shpërblimin do ta gjesh te Allahu. Sa vetëm Allahu e di. Kjo është fitoria më e madhe. Ky është shpërblimi më i madh. Andaj një njeri te Imam Ahmedi. Kush ishte ai? Ai ishte xheladi, ai i cili e kishte rrahur me kamxhik Imam Ahmedin. Te dera, doli djali i tij Abdullahu, urdhëro, tha kam ardhur me kërku falje. Imam Ahmedi me ma bo halal. Çka me të bo halal? Që e ke rrah në burg, për gjitha ato kam gjik në burg, për atë padrejti të madhe, tha kërkoj prej babës tanë që të ma ban halal. Hini Abdullahu, mirë po, si do të ban halal? O baba im, ka ardhur filan xheladi, ai i cili të ka qëlluar kur ke qenë në burg. Çka kërkon? Kërkon falje prej teje, kërkon me abo halal. Tha dil edhe thuaj, halal e ka. Subhanallah. Abdullah tha, o baba im, a ka që let? Bash ashtu thjesht, fale ka. Tha, a nuk e ke dëgjuar ajetin ku Allahu Azza wa Jall thot, فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَا فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. A nuk e ke dëgjuar që Allahu ka thonë kush fal dhe përmirëson, shpërblimi i tij është te Allahu. Ky është shpërblimi më i madh që duhet ta synon besimtari, që të fal njëri tjetrin për hir të Allahut Azza wa Jall. E nëse falim, e nëse tolerojmë, e nëse në disa raste ignorojmë, do të kemi mundësi që shumë ma lehtë të qëndrojmë bashkë, të qëndrojmë vëllezër, të qëndrojmë afër njëri tjetrit. Ne lutim Allahun Azza wa Jall, Allahu zemrat tona të na i bashkon. Allahu zemrat tona në mes vete të na i dashuron. Allahu për hir të Allahut vëllezër në mes vete të na ban. Lutim Allahun Azza wa Jall, Allahu gabimet tona të na i fal dhe të na i pastron. Gjunahet tona Allahu të na i fal dhe të na i pastron. Lutim Allahun Azza wa Jall, ibadetet tona të na i pranon. E lutim Allahu të na pranon agjërimin ton. Allahu të na pranon leximin e Kur'anit. Allahu të na pranon dhënien e sadakas. Allahu të na pranon gjitha duat. Lutim Allahun Azza wa Jall, nga dënimi i tij të na mbron në Jannatul Firdaus, të na bashkon. Amin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.